çdo fëmijë hedh hapat e parë në fushën e futbollit, ëndrat janë ato që mbajnë gjallë pasionin, që të bëjnë të kalosh vështirësitë dhe pse jo vuajtjet e stërvitjeve sfilitëse. Por nga shumë fëmijë që nisin rrugën e vështirë dhe me plot kurthe të futbollit, pak janë ata që mbërrin të realizojnë ëndrat, objektivat dhe dëshirat e zemrës. Alban Hoxha është njëri prej tyre, një portier me aftësi të mrekullueshme. Pasi të udhëheqësh një ekip, nuk mjaftojnë veprime decisive në fushën e lojës. Duhet të jesh shembull jashtë saj, dhe kjo e dyta është edhe më e vështirë. Albani është fjalë pak, por në shumë momente me veprimet e tij bën që gjithë skuadra e Partizanit të jetë gati të japë shpirt e zemër në fushën e lojës. Kjo lidhje e ngushtë mes Hoxhës dhe ngjyrave të kuqe bëri që edhe pse në dhimbje për një fatkeqësi që askush i cili nuk e ka përjetuar në lëkurë nuk mund ta kuptojë, ai të rikthehej mes shtyllave për të mbrojtur atë fanellë që tashmë është pjesë e jetës së tij. Ndjeshmëria e opinionit publik, por mbi të gjitha e shokëve të skuadrës ndaj asaj çka ndodhi, e bëri akoma më të fortë Gardianin, i cili me forcën e pashtërueshme të karakterit dhe me mbështetjen e të gjithëve vjoi rrugtimin drejt historisë. Gjithçka ishte ndërprerë pas ndeshjes me Apollonin, ku portieri i Demave kishte regjistruar sfidën e 9 pa provuar shihen e të pësuarit gol. Më pas, ngjarja tashmë e njohur bëri që Albani të qëndronte larg shtyllave të kuqe për 2 takime, ku mungesa e tij u ndje jo vetëm në fushë, por më kryesorja në zemrën e të gjithë lojtarëve të Partizanit. Megjithatë, Hoxha vendosi ta kalonte një nga momentet më të vështira të jetës së tij, aty ku është përqendruar pasioni më i madh, në fushën e lojës, mes tifozëve të skuadrës, dhe në sfidën ndaj Teutës, megjithëse i lënduar, vendosi të rikthehej me lojtarët e Partizanit që luftuan deri në limitet maksimale për liderin e tyre, dhe me rrjetën e skuadrës së kuqe që u rikthye të ishte tabu për kundërshtar. Rekordi i paprekshëm dhe i palogjikshëm deri para pak kohësh i Bujar Gogunjës filloi të shfaqet në horizont. Megjithatë, për një njerëz që vendos skuadrën para gjithçkaje, numrat nuk kanë vlerë para suksesit të ekipit. Derbi i madh i kryeqytetit, aty ku shumë portier edhe për shkak të rolit të delikat do ta vuanin presionin dhe atmosferën në stadium. Por kjo nuk e luhat as pak numrin 1 të Demave. Pavarësisht se nuk u desh të ndërhynte shpeshherë, Albani bëri që prezenca e tij të ndjehej tek skuadra dhe tek të gjithë ata mbështetës të Partizanit që nuk ishin ndarë Gardianit të tyre për asnjë çast dhe që nuk rreshtën së brohorituri emrin e tij. Përballja e Vlorës ishte shpërblimi më i madh i një pune shumë vjeçare, djerse të derdhur në fushën e lojës, dhimbjeve e zhgënjimeve. Minuta e 38 shkroi një faqe të re në historinë e futbollit shqiptar. Miti 30 vjeçar i Gogunjës më në fund u rrëzua. Alban Hoxha u bë zyrtarisht i pathyeshëm. 1037 minutat u thërmuan dhe nëse dikush duhet ta thyente atë rekord, atëherë për shumë arsye ai që e meritonte ishte pikërisht Albani, në shumë drejtime, në shumë dimensione. Nuk e dim se sa vite do të duhen për ta zbritur Albanin nga froni, por e sigurt është që tashmë ai është pjesë e historisë dhe se nëse ndonjëri e ndoron atë rekord, duhet të ketë pasionin, zemrën dhe dashurinë për futbollin ashtu si Alban Hoxha.